Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 45 vjeçarin Tomor Zeqo, i cili masakroi me mjete të forta bashkëshorten e tij duke i shkaktuar vdekjen. Në sallën e gjyqit, autori i dyshuar nuk ishte zgjedhur mbrojtës, gjykata kishte caktuar për mbrojtje avokatin Arben Peci. Ngjarja e rënd u shënua 3 ditë më parë në qytetin e Urës vajgurore, ku babai i 2 fëmijëve nën efektin e alkoolit dhe i shtyr nga xhelozia, goditi me mjete të forta duke torturuar gjatë gjithë natës bashkëshorten e tij Mimoza Zeqo. Gjatë marrjes në pyetje nga policia e Beratit, autori ka pranuar krimin, duke dëshmuar se vrau bashkëshorten pasi dyshonte për një lidhje jashtëmartësore. Ai ka treguar me detaje skenën e krimit, ndërsa ka mohuar se ka detyruar gruan e tij të pi fostoksin. Isha i pirë dyshoja se kishte lidhje intime me një person tjetër nga ura vajgurore. E lidha me litar dhe torturova për 4 orë. Fostoksinën nuk ja dha shun. Ajo e piu për të shpëtuar nga torturat, ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje në polici Tomor Zeqo. 42 vjeçaria gjeti vdekje në spital aty ku pak minuta para se të ndronte jetë. I tregoi së motrës se bashkëshorti jo vetëm që kishte torturuar për orë të tëra, por në fund i kishte futur një shkop në gojë dhe kishte detyruar që të pinte fostoksin. Autori i këtij krimi të rënd rezultoni dënuar më parë me 2 vite burg me akuzën tentativë për vrasje, pasi tentoi të vrasë vllain duke plagosur me thikë dhe më pas duke i hedhur dinamit në oborrin e banesës.